Policia e Lushnjës, Fieri dhe Mallakastrës gjatë kontrollave të vazhdueshme kanë vënë në pranga dhe proceduar në gjendje të lirë disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Policia e Fierit arrestoi në flagrancë shtetasit VB 59 vjeç dhe AG 31 vjeç, përkatësisht administrator dhe shofer në një kompani për përpunimin e naftës në fshatin Marinës, Roskovec, pasi dyshohet se si pasojë e shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë dje, u dëmtua punojësi i kompanisë shtetasi LK 63 vjeç, i cili është nën kujdesin e mjekëve. Ndërsa policia Mallakastër arrestoi në flagrancë shtetasin OF 40 vjeç banues në Pogradec dhe FA 40 vjeç banues në Elbasan, përkatësisht administrator dhe punëtor në një kompani të nënkontraktuar për shërbime të lidhura me tensionin e lartë, pasi dyshohet se si pasojë e shkeljes së rregullave të mbrojtjes gjatë punës me Troko, ka rënë zjarr në fshatin Visok. Si pasojë u dogjën 200 pemë ulliri. Kurse specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor, Fier, arrestuan në flagrancë shtetasin BL 46 vjeç banues në Ballsh, pasi në këtë qytet automjeti që drejtonte në gjendje të dehur është përplasur me një automjet tjetër. Si pasojë pati vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin IQ 28 vjeç banues në fshatin Karbunar dhe për një 16 vjeçar banues në Fier, pasi posedonin përkatësisht doza kokaine dhe kanabisi, të cilat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.